deklaroj se jemi afër, le të themi, një arritje armëpushimi apo paqe në Gaza. Fillimisht pyetja është si e lexove këtë takim, cili është mesazhi që kërkonte presidenti Trump të jepte botës nëpërmjet këtij takimi. Në një kohë ku thash sapo ishte deklaruar njohja e Palestinës. Mbledhja këtyre vendeve para Trumpi e bëri për të përçarë atë Ligën Arabe dhe vendet muslimane, të cilat u mblodhen në Katar para ca kohësh dhe vendosën gjitha bashkë, sepse në këtë mbledhje që po supozohet dhe po paraqitet si mbledhje e vendeve arabe, në realitet ishin vetëm vendet sunite arabe. Vendet sunite? Me Trumpin u mblodhen vetëm vendet sunite arabe. Jo edhe vendet arabe të tjera të cilat janë shiite dhe kanë popullsi shiite në to me shumicë dhe bëjnë shumicën. Pra kjo është ndarja e Ligës Arabe, sepse dhe Liga Arabe bën edhe vendet e tjera siç është Omani, siç është Libani, siç është gjithë janë shiite, shumica më madhe, dhe kanë popullsi më tepër se sunite. E qartë. Këtu ishin shumica. Këtu ishin vetëm Katari, Arabia Saudite, Jordania, Turqia, Egjipti edhe Siria. Po. Pra, vetëm vendet sunite që janë në kufë dhe janë këto vende të cilat janë të angazhuara, kanë qenë të angazhuara me çështjen e Palestinës gjatë gjithë kohës. Mbledhja e këtyre nuk u bë për të arritur, po u bë për të marrë pëlqimin e këtyre vendeve për të krijuar, pra ideja e Trumpit edhe e cila është e mbështetur edhe nga Izraeli, është për të krijuar një komision tranzitor të qeverisjes në Gaza pas asaj, pas luftës në Gaza. Më përpara është hedhur kjo ide nga vendet arabe, pra që të kishte një komision tranzitor, një qeveri tranzitore për një farë kohë të caktuar. Vendet arabe në fillim propozuan 2 vjet dhe kjo të udhëhiqej nga vendet arabe, në fillim ju kërkua Egjiptit që kjo të bëj, po Egjipti kundërshtoi, pra që ta udhëhiqte këtë koalicion. Dhe tashmë u është ofruar e njëjta gjë, njësoj siç është ofruar në Kosovë. Pra është marrë modeli i Kosovës pas luftës. Është marrë modeli i Kosovës. Është marrë modeli i Kosovës pas luftës që Kombet e Bashkuara, pra United Nations bën edhe kjo tashmë. Do të ketë një komision të tillë, të drejtuar, pra është propozuar Tony Blair për moment që të jetë drejtuesi këtij komisioni. Do ta kem një foto aty regjia me Tony Blair, se është shumë fantastike ajo. Është propozuar Tony Blair si drejtuesi i këtij komisioni, është parashikuar që ky komision i cili do të drejtojë Gazën, do ta drejtojë për 5 vite, ndërkohë që askush nuk dyshon që kjo nuk mund të shkojë më shumë se 2 vite. Dhe në këtë komision dhe kjo do të krijojë një qeverisje me vendet OKB-s, antarët OKB-s dhe me forca ushtarake nga vendet arabe. Ky është plani. Pra ky është plani që është propozuar. Normalisht që këtë plan deri diku e ka përkrahur edhe Izraeli, sepse them se është ndarja në këtë mes, dhe lidhemi sërish me atë që them ndarja, sepse në rast se do të kishim të gjithë Ligën Arabe, atëherë i bie që edhe Jemeni që janë Houthi, pra shiit, edhe Omani që janë shiit, edhe pjesa tjetër të kishin përfaqësi në këtë takim. Në këtë, po në rast se do jo vetëm në takim, po edhe në këtë komision edhe në trupat që do të vinë dhe në qeverisin që do të vinë. Po në rast se këto shiit do të vinë, pra imagjinoni Houthët të dërgojnë përfaqësues të tyre në këtë qeverisje në Gaza, cilët aktualisht janë pra do ta pranonte Izraeli në asim si Irani të dërgonte. Të dërgonte, po. Pra këtu është dhe ndaj është janë marrë vetëm vendet sunite. Vetëm Boshti sunit. Vetëm Boshti sunit është marrë për këtë gjë. Dhe vetëm me Boshtin sunit aktualisht ka marrëveshje Izraeli. Nuk ka marrëveshje me Boshtin shiit. Pra me Boshtin shiit është në luftë të hapur. E qartë. Me Boshtin sunit është në marrëveshje në ato që quhen Abraham Accords, të cilat për moment janë ndalur për shkak të luftës në Gaza. Një pyetje, po si do realizohet kjo, ndërkohë që kjo nënkupton, domethënë që Hamasi të dorëzoj armët dhe të mos jetë, le të themi, pjesë e qeverisjes. Kjo është parashikuar, pra kjo është propozuar të bëhet në përfundim të luftës, pra domethënë që pretendohet që Izraeli ta mundi Hamasin, ta demilitarizojë, ta vrasë dhe shkatarojë Hamasin, dhe pretendohet që Hamasi nuk do ekzistojë më pas kësaj dhe nuk do jetë autoriteti palestinez që të mbajë parasysh se nuk pranon Izraeli që autoriteti palestinez të marrë nën kontroll rripin e Gazës, por një autoritet i tillë i jashtëm i cili mund ta menaxhojë atë sipas dëshirës dhe interesit të Izraelit sërish. Dhe do të kemi gjë pavarësisht kësaj, pra pavarësisht kësaj do të kemi gjë parasysh. Kjo nuk përcakton që kjo qeverisje nuk do të thotë që ti ke sovranitet mbi Gazën.
Pra nuk do të ketë sërish kufit e Gazës, do të mbeten nën kontrollin e Izraelit. Pra sërish do të jetë Izraeli ai që përcakton se sa kamion me armë me ushqime do të hyjnë. Sërish energjia mbetet e Izraelit, pra ai përcakton se sa orë në ditë do kesh energji ose jo. E qartë. Pra ky komision që do ndërtohet, thjesht do ndërtohet për menaxhimin e një ndihme humanitare që mund të vijë nga Kombet e Bashkuara dhe nga vendet e tjera, dhe do menaxhojë rindërtimin, të cilin Trumpi ka kërkuar që ky rindërtim të paguhet nga këto vendet arabe. Ndërkohë që kemi Malajzinë e cila thotë kategorisht që është e gatshme të çojë trupa në Gaza. Po Malajzia nuk hyn te vendet arabe. Po e dëgjoj 20.000 trupa. Po pikërisht. Po të gjitha vendet arabe bashkë nuk i bëjnë sa e bën Malajzia trupa. E qartë. Dhe prandaj janë mbajtur vetëm vendet sunite, se po futet edhe Malajzia, atëherë futen edhe vende të tjera. Dhe kjo totalisht del jashtë kontrollit të Izraelit. Po pse Tony Blair dritan se po e shikoj Tony Blair, pse është zgjedhur Tony Blair? Tony Blair është zgjedhur në mënyrë pragmatike. Unë besoj që nuk do të pranohet Tony Blair, do të kundërshtohet nga palestinezët, edhe nga egyptianët. Është vendosur që kjo qeveri, pra ky komision një herë të ndërtohet, tashmë ky komision do të vendoset në një qytet në Egjipt, në afërsi të Gadishullit Sinai. Po. Të fillojë atje grumbullimin, mbledhjen dhe përgatitjen, dhe pastaj në momentin që lufta në Gaza do të pushtojë, ky komision do të zhvendoset në Gaza. Është zgjedhur Tony Blair për arsye se Tony Blair nga viti 2007 deri në vitin 2015 ka qenë i dërguari special për lindjen e mesme për Gazën. Pra, mendohet që ky e njeh çështjet, i njeh gjërat atje, pra ka një uri të gjerë sepse për 7 vite, dhe për këtë arsye është zgjedhur Tony Blairi. Është edhe britanik, pa pikërisht, po ky është problemi që mund të kundërshtohet nesër nga palestinezët, të cilët kanë filluar tashmë të reagojnë për arsye se do ju rikujtojë sërish atyre atë mandatin britanik që i mban të pushtuar, pra kanë qenë nën pushtimin britanik, nën koloni e Britanisë. Dhe kjo mund të sjellë edhe një kundërshtim nga ana e tyre. Deri më tash është propozuar emri Tony Blairit, por nuk ka një reagim nga Tony Blairi që të themi që e ka pranuar apo jo. Mund edhe ai vetë të mos e pranojë pra. Ndërkohë, por propozimi do të jemi të qartë, pra tash që mos të kemi spekulime, propozimi ka ardhur për shkak të njohurisë së tij, pra është pretenduar se ai ka njohuri të gjerë për çështjen në fjalë dhe për lindjen e mesme, sepse nga 2007 dhe 2015 është marrë me këtë çështje. Sa janë shanset dritan reale në terren që të shkohet në këtë pikë? Unë mendoj që shanset në këtë pikë mund të shkohet, pra sepse këta duan ta bëjnë fakt të kryer, pra ajo quhet fakt accompli. Dhe çfarë bëjnë? Kanë vendosur ta themelojnë komisionin në Egjipt një herë. Pra ta e ngrejnë si komision në Egjipt. Po. Dhe e ngrejnë, dhe themi ne kemi të komision nesër, pastaj pse po e ngrejnë këtë komision? E ngrejnë të komision që nesër sido që të shkojë çështja e Gazës. Në rast se Izraeli nuk arrin ta mundi Hamasin dhe ti nesër i detyruar të negociosh me Hamasin, atëherë ç'a bëhet? Nuk negocion më Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Katari, por negocion ky komision me Hamasin. E qartë. Pra kemi këtë komision i cili nesër futet ndërmjetës dhe negocion direkt për Hamasin, me Hamasin për vendosjen. Dhe pse po bëhet kjo? Po bëhet në mënyrë që nesër, në rast se Hamasi pra do të shkojë nesër në negocime me këtë komision dhe Hamasi të kundërshtoj vendosjen e këtij komisioni se çdo gjë tjetër që komisioni propozon. Atëherë ky komision i ardhur dhe ky komision do të miratohet edhe nga Kombet e Bashkuara, atëherë të thuhet nesër që Hamasi e shef nuk kontrollon dhe të gjithë Kombet e Bashkuara atëherë të dalin kundër Hamasit dhe sërish të risjellim atë gjë që faji ishte i Hamasit dhe jo i Izraelit, ndaj e bëm luftën. Pra e gjitha po bëhet me qëllim që nesër të justifikohet genocidi dhe të mbulohet genocidi i këtyre 2 viteve ose 3 viteve sa do shkojë lufta i Izraelit ndaj popullit palestinez. Dhe fajti lihet Hamasit. Unë besoj që Hamasi është më i zgjuar se kaq, dhe besoj që do ta pranojë, pasi Hamasi ka pranuar përpara disa kohësh, para një 3 muajsh, kemi një deklaratë të Hamasit, i cili thotë që po ne jemi dakord për çdo lloj qeverisje të jashtme të Gazës, edhe ata kanë kundërshtuar që kjo qeverisje të bëhet nga autoriteti palestinez. Pra në këtë pikë janë të bjen bashkë me Izraelin. Izraeli nuk pranon që të jetë autoriteti palestinez që ta qeverisi Gazën, edhe Hamasi ka thënë që jo autoriteti palestinez, dhe Hamasi ka vendosur që ne nuk i dorëzojmë armët, pra merreni qeverisjen, po ne armët nuk i dorëzojmë. Dhe kjo mund të vazhdojë, pra Hamasi mund të mbajë armët, të ekzistojë si organizatë, mos jetë pjesë e qeverisjes, dhe qeverisja të jetë e tillë. Po ne do vazhdojmë mbështesjen. Pra, unë mendoj që në këtë aspekt do shkojë. Në këtë, okay. Dritan, ndërkohë një deklaratë vjen sërish në kohën që në OGB ndodhin këto zhvillime. Donald Trump, ndryshe nga ambasadori Huckabee që tha ne SBA-ja do ta mbështesë, le të themi, aneksimin e asaj që quhet West Bank. Donald Trump doli dhe deklaroi hapur që nuk do ta lejojë që Izraeli ta aneksojë West Bankun. Pra,
pse ky reagim, sepse duhet risjellin vëmendje që vendet europiane eskaluan le të themi qëndrimin e tyre në momentin kur parlamenti izraelit le të themi votoi për rezolutën e aneksimit të asaj që quhet West Bank. Ndërkohë kemi këtë reagim të Donald Trump. Si e vlerëson? Çfarë po ndodh? Pse po tërhiqen Shtetet e Bashkuara? Ka një tërhiqje të Shtetet e Bashkuara. Deklarata e Donald Trump është një deklaratë e përgjithshme, pra ne nuk do ta lejojmë. Kjo nuk do thotë që ata nuk do të aneksojnë një pjesë të mirë të West Bank, të bregut perëndimor, të cilët edhe kanë filluar të aneksojnë. Pra, në rast se do të kishim një deklaratë decizive të Shtetit Bashkuar, do thoshte që ne do ta ndalim. Pra, ajo që është ne do ta ndalim një herë aneksimin. Aneksimi u bëhet ditë më ditë. Edhe dje, kur kjo deklaratë ka dalë, izraelitët kanë sulmuar një fshat në bregun perëndimor dhe kanë përzënë gjysmën e fshatit. Pra po vazhdon për çdo ditë aneksimi. Kjo nuk do thotë që këta, dhe nesër çfarë do thotë Donald Trumpi, kur këta të marrin gjysmën e kësaj, pra të marrin shumicën atë që këta kanë pretenduar të marrin, sepse pavarësisht asaj deklaratës në parlamentin që ata kanë miratuar rezolutës në parlamentin izraelit, që juve sapo thatë. Ajo rezolutë parasheh që do ndërtohet në bregun, nuk shef aneksimin e gjithë bregut perëndimor. Ajo ka përcaktuar zonat të cilat do të aneksohen dhe ndërtimin e 37 enklavave. Pra nuk aneksohet gjithë bregu perëndimor. E qartë. Edhe tek rezoluta. Po, edhe tek rezoluta. Dhe këtë do ta lëj, sepse problemi i rezolutave është se kur mediat e marrin rezolutën, marrin vetëm kokën e rezolutës. Pra nuk hyn në detaje. Djalli qëndron në detaje. Pra është një shprehje thotë djalli qëndron në detaje. Dhe tek këto detaje qëndron djalli dhe Izraeli. Pra ata pavarësisht se kanë thënë aneksimin e bregut perëndimor, po kanë përcaktuar territoret që i kanë përcaktuar me emra territoret që do të aneksojnë. Dhe do ndërtojnë në to 37 enklava, pra nuk është aneksimi i gjithë bregut perëndimor. Dhe kur të arrin këtë aneksim, atëherë Donald Trump thotë ja ne e ndalëm, pra nuk e lejuam të aneksoj. Pra është tjetër, nuk do e lejojmë të aneksoj, domethënë nuk do e marrësh të gjithën, po do marrësh një pjesë. Është tjetër thuaç, ne do ndalojmë komplet aneksimin e që të aneksoj, të mos marrë asnjë pjesë nga territori i bregut perëndimor. Pra deklarata e Trumpit është deklaratë përgjithësuese, është mënyra se si flasin sot të gjithë taullëheqësit botëror, dhe është deklarata mashtruese në nivelin e mashtrimit. Dhe siç e dëgjove ti, e kanë dëgjuar edhe shumë tjetër thonë, ja shef Donald, po kjo nuk do të thotë, pra kjo do ta lejoj, kjo do marrë gjysmën, dhe nëse thotë, unë e ndala se do merrte të gjithën. Ndërkohë që nuk po e ndal. Pra po jep atë që ata do marrin. Nuk konsiderohet një kthes, le të themi, një tërheqje SBA-s. Nuk është kthes e SBA-s, pikërisht presionit që po i vjen. Është deklaratë mashtruese, nuk është kthes e SBA-s, por është vazhdimsi e qëndrimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pati në një reagim nga Shteti Bashkuar të Amerikës kur Izraeli miratoi këtë rezolutën për aneksimin e këtyre territoreve? Jo. Pati vetëm ambasadori që tha që ne mbështesim, do ta mbështesim Izraelin. Ata do të vazhdojnë të mbështesin këto enklava derisa kur të arrin këto, kur të arrin atë territor që ata kanë përcaktuar në këtë rezolutë të miratuar për tyre të parlamentit izraelit, në atë moment edhe Donald Trump thotë unë e ndala. Do dalë thotë unë e ndala, ndërkohë që nuk ka ndalur asgjë. Pra ky është mashtrimi me fjalor i këtyre politikanëve që bëjnë sot, flasin deklarata përgjithësuese dhe askush nuk hyn edhe të shofi detajet. E qartë. Ndërkohë, Dritan, kalojmë pak edhe tek takimi që Donald Trump pati me presidentin Erdogan. Do doja shumë një mendim për sa i përket, duhet kemi edhe fotot të takimit se janë shumë interesante, mund t'i kalojmë. Po ta shikojmë, domethënë, presidenti Erdogan është ndryshe nga të gjithë presidentët e tjerë për sa i përket mënyrës se si qëndron. Këtu kemi është ajo foto tjetër ku Trump le të themi i merr karrikën Erdoganit. Regjia duhet ta kemë edhe atë foton aty. Domthonë para këtij momenti është Trumpi që i ka tërhequr karrikën që tulesh Erdogani, gjatë gjithë kohës qëndrimet e veta. Donald Trump është shumë i dashur me presidentin Erdogan, ndërkohë do doja dija përveç këtij qëndrimi, sepse deklaroi se ky është njeriu që ka çliruar le të themi edhe Sirin, por do doja dija si e vlerësove këtë fillimisht si takim, pastaj dalim tek marrëveshja. Është era e parë pas 6 viteve që Erdogani shkon në Shtëpinë e Bardhë, pra ka 6 vite që nuk shkon në Shtëpinë e Bardhë. Që në 2019. Dhe nuk shkon më. Ka një ish ambasadori amerikan në Siri në vitet 2004-2005, më pas ai ka bërë një libër dhe
James Jeffrey. Ja ku është, drita më falë, dalim të James Jeffrey. Ja ku është të njëjtën lëvizje ka bërë dhe me Netanyahun për ta James Jeffrey ka bërë një shkrim në vitin 2021-2022, diçka e tillë. Edhe ai shkruan atë shkrim, një shkrim të gjatë, përcakton thotë kur flitej gjithnjë përsëri në shtëpinë e Bardhë, kohë që Donald Trump ishte president. Më falni, thotë kur e nisme në kohën kur ishte Obama president, thotë Obama nuk dinte se ç'të bënte me Sirinë. Dhe ja kaloi gjithë atë CENTCOM-it, pra komandës qendrore e cila ndodhet në Katar, dhe na e kaloi edhe neve si ambasadë. Pra neve merreshim me çështjen e Sirisë, dhe ai pranonte çfarë i thoshim. Kurse me Donald Trump, thoshte, gjithë energjinë duhet edhe CENTCOM-i, edhe unë thoshte si person që mbuloja Sirinë në atë kohë, por duhet t'i mbushni mendjen Donald Trumpit se pse duhet të qëndroni në Siri, sepse Donald Trumpi në çdo gjë që na thrisë na thoshte, më ka thënë Erdoani që duke qenë se edhe ne jemi antar të NATO-s nuk ka nevojë pse trupat tuaja të jenë Siri, na e lini neve Sirinë dorë. Se është njësoj si t'jeni juve. Këtu jemi në 2016-2020, interesant. Dhe gjatë gjithë kohës, thot ai në këtë shkrimin e tij, Donald Trumpi mbështeste mbi ato që Erdoani i thoshte, pra, dhe neve do të kalonim 70% të kohës, thoshte, të energjisë e harxhonin për t'i mbushur mendjen Donald Trumpit përse neve duhet të ishim në Siri, dhe t'i mbushnin mendjen pse nuk qëndronin ato që thoshte Erdoani. Pra gjatë gjithë kohës ai kishte vetëm ato që thoshte, na thoshte dhe na e thoshte haptazi. Erdoani më ka thënë kështu, Erdoani më ka thënë kështu. Pra marrëdhënia e tij me Erdoanin është në këtë nivel. Erdoani ka si duket një fuqi sugjestionuese ndaj tij dhe bindse ndaj tij në këtë aspekt. Dhe është i dyti lider pas Netanyahut që Trump dakor, po them, pra ju solla në dieni edhe këtë shkrim të atij që thotë imagjin, pra kjo ishte ai na pra Donald Trumpi u thoshte CENTCOM-it, dhe ambasadët është që Erdoani më thotë kështu, pse mos ta bëjmë si thotë Erdoani. Erdoani më thotë kështu, pse mos ta bëjmë si Erdoani. Kemi qenë në komunikim edhe në kohën kur unë tha, domethënë më vodhën zgjedhjet. Kemi qenë gjatë gjithë kohës në komunikim. Po, edhe Erdoani e ka thënë dikur më parë që ka vazhdon të mbajë kontakte me Donald Trumpin. Edhe gjatë kohës që ka qenë, pra s'ka qenë president. Edhe në atë 4 vjeçar që s'ka qenë president. Po këtu pra në marrëdhëniet e tyre të ngrohta që po e shihni këtu nuk kanë ndonjë ndryshim ato që kanë qenë, pra nuk është diçka e re ose diçka e veçantë. Ndikimi i Erdoanit ka qenë gjithnjë te Trumpi në këtë aspekt. Siç e doja shpjegova. Është personale drita? Është personale me Donald midis Erdoanit dhe Donald Trumpit, po tashmë është tonë të tjera dhe aktualisht vazhdojmë të jemi po në të njëjtën kërkesë. Pra siç i thoshte atëherë që Siria të jetë nën kontrollin ton, e njëjta gjë është edhe tashti. Duke vënë parasysh këto që marrëveshjet pak a shumë ato nuk mund të them marrëveshje, po deri diku diçka që u morrësh parimisht për të bërë. Pra Erdoani po kërkon totalisht që forcat kurde, pra FSD-ja që është atje, ti bashkangjitet ushtrisë kurde, pra dhe ushtrisë irakene, dhe të jetë totalisht nën kontrollin e Ahmed Sharat. Forcat kurde që janë në kontrollin e amerikanëve, po. Dhe amerikanët, pra Donald Trump i kanë premtuar që okay, deri në fund këtij viti do ta bëjmë të mundur. Pra kjo do të thotë që gjithë ky territori që kontrollohet nga kurdët të kalojë nesër në kontrollin e turqëve, sepse ushtria siriane e sotme është e gjitha në kontrollin e Turqisë. Po. Dhe kjo do ishte fitore historike. Pra vimte ajo që sapo e përmenda që thoshte gjini që na e lini neve Sirinë se merremi neve ju s'keni pse jeni, vëndi aty prezent. Pra Erdoani ka vazhduar të mbajë një qendrim dhe ka pasur të njëjtin efekt te Trumpi, efekt cilin Trumpi tashmë thotë që deri fund muajit, deri fund vitit do mundohemi ta bëjmë të mundur këtë. Po. Pra ti detyroi kurdët që të pranojnë udhëheqësinë e re siriane, të futen në ushtrinë e tyre dhe gjithçka të kalojnë në kontrollin e turqëve. Dhe kjo heq turqëve një problem të madh. Po kemi një problem tjetër. Në momentin që i heq të turqëve një problem të madh, mbyll edhe atë interesin e Izraelit për të bërë një korridor i cili shkon nëpërmjet Al Suedës dhe nga Al Sueda në cilët kanë hyrë të dalin në territorin korridori Davidit dhe të përfundojnë në Irak. Dhe pse duan të përfundojnë në Irak? Duan të përfundojnë në Irak sepse duan të marrin nën kontroll në Irak një gazsjellës dhe naftsjellës i cili është ndërtuar dhe është në përfundim nga Iraku verior në drejtim të Turqisë, ka mbaruar, po është pothuajse në mbarim, vitin që vjen duhet hyrë në funksionim ky gazsjellës deri në një port në një port të Turqisë. Dhe në rast se izraelitët bëjnë këtë korridor, atëherë këta e ndërpresin këtë korridorin e këtij gazsjellësi. E qartë. Dhe ky gazsjellës është ndërtuar me miratimin e amerikanëve. Dhe do hyjë në funksionim me miratimin e amerikanëve, sepse në këtë gazsjellë përfitojnë kompanitë, sepse një nga ndërtuesit e kësaj gazsjellë është edhe një kompani amerikane. Po, e qartë.
Pra izraelitët duan ta ndërpresin këtë, sepse këtë do japi fuqi ekonomike tjetër Turqisë, rëndësi tjetër ekonomike rajonale. Po me këtë lëvizje po thua bllokohet korridori i Davidit. Bllokohet korridori i Davidit. Pra me largimin e FSD, e SFD-s, pra e forcave kurde, me neutralizimin e tyre nuk ka më korridor Davidit, sepse